Policia e Elbasanit ka zbardhur vrasjen e biznesmenit 43 vjeçar Edmond Mahalla, ku ka shpallur në kërkim si autor të dyshuar të vrasjes Armando Kolën dhe Marcelo Aranin. Ky i fundit ishte nën masën e arrestit të shtëpisë për akuzën e pastrimit të parave dhe ka qenë një emër i njohur për autoritetet shqiptare. Në muajin qershor të këtij viti, Aranit ju sekuestruan 14 pasuri për shkak se dyshohet se janë produkt i veprimtarisë së tij kriminale. Ndërkohë, në kuadër të këtyre hetimeve, në pranga ka rënë edhe roja e karburantit ku ndodhi ngjarja. Kujtim Pisha, i cili akuzohet se nuk ka treguar për atentatin, si dhe Gino Ago, i shortaku i biznesmenit të ndjer, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Mahallës. Nga veprimet hetimore, rezultoi se automjeti i përdorur nga autorët është në pronësi të shtetasit Gino Ago, i cili ja ka dhënë me ua shtetasit Marcelo Arani. Grupi i posaçëm hetimor, në drejtimin e prokurorisë, vijon hetimet intensive hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, ndërkohë që në njoftimin e policisë nuk thuhet ende shkaku që ka çuar në vrasjen e biznesmenit dhe nëse dy autorët e kanë kryer krimin kundrejt pagesës apo kanë pasur konflikte personale me viktimën.